Zonja dhe zotri, mirë se vinin klubin sportiv. Unë jam Drilon Xhabullari dhe në Mila Vazhdim do të jemi së bashku për të folur për zhvillimet e fundit në biznes superiore. Sot është hedhur shorti për edicionin 2026-2027, i cili do të nisë më 22 gusht. Për herë të parë do të kemi një kampionat me 3 faza, play-off për titull dhe play-out për mbijetesë. Java e parë ka rezervuar çifte interesante: Partizani Teuta, Laçi Elbasani, Vllaznia Skënderbeu, Dinamo Vora dhe Egnatia Tirana. Për të diskutuar për superioren, por edhe Kupën e Botës, do të flasim me menaxherin e futbollit Andi Matraxhiu. Andi, përshëndetje. Përshëndetje, Drilon. Një koment për superioren, si e shikon startin e saj në 22 gusht, ndeshje interesante, ekipet e kryeqytetit kanë investuar pak, ndoshta Partizani, derbi do të jetë në javën e 6, çfarë pritshmërish ke për këtë sezon? Po deri tani shikojmë shumë probleme në disa ekipe. Kjo është diçka shqetësuese, sepse kur disa ekipe shfaqin probleme, qoftë në zgjedhjen e lojtarëve që afrohen apo largohen, domethënë momenti që një ekip bën disa largime dhe ato nuk balancohen nga afrimet, kjo do të thotë problem. Momenti që një skuadër tjetër ka gjithsej 14, 15 apo 12 futbollista të dëruar një ndeshje zyrtare, kjo prapë bën problem. Dhe nuk është se dëshiroj t'i kap një nga një fajtorët, por në kompleks bëhet një bumerang që ndikon pastaj në performancën totale të kampionatit. Po ashtu shikojmë Egnatin, që siç është kampion në fush, edhe në letë është më kujdesshme, më saktë merkato. Kjo vjen edhe si pasojë e financave të shëndosha, dhe kur financat janë të shëndosha, ka dhe sigurim punë. Ka dhe pjesëmarrjen në Europë që garanton para, por gjithashtu kemi dhe një Teutë e cila ka investuar shumë merkato. Si e ke parë këtë merkato të bregdetarëve me Tetovën në pankinë? Po që t'jem realist, kjo është gara vërtet për Tetovën, sepse po shikojmë që dhe kur largu Tetova nga Egnatia sigurisht e njëje si në rastin e pezullimit, nuk është se po ndryshon ai gjë të madhe, domethënë flas tu për drejtimin nga ana e Vilit, personin e Vilit që është shumë i saktë dhe pak a shumë arriti të implementohet shumë shpejt në fizionominë e lojës apo kulturën e klubit Rogozhinas. Kjo nuk është për të zbërë vlerat Tetovës, për mendimin tim ai ka krijuar një fizionomi të vetën në futbollin shqiptar, ka emrin e tij, por që është një gara vërtet. Unë do të jem realist në mendimet e mia. Kjo tani do duket Tetova i vërtet, domethënë në këtë klub. Sa i takon merkatus skuadrës së Teutës, më duket më shumë bombastike në letër se sa në realitet. Kjo për arsye se nuk po merren emra të mëdhej, po merren emra normal dhe po trajtohen si të mëdhej, nuk e din, mbase e shohin propocion me ata në duke u bazuar se çfarë do marrin rivalet, por duke parë janë emra që janë të konfirmuar me cilësi, që kanë fituar titullin, janë elemente të rëndësishëm këto, mendoj. Tani nuk e di, nuk du të merr me individ ose me skuadrat veçanta. Por për mendimin tim nuk është merkato aty ku po shfaqet media. Se është media që bën euforike merkaton e Teutës. Se është Teuta që e kërkon të tillë, këtë nuk e di. Po mu më duket shumë euforike në merkato e për atë që është, sepse janë emra normal të futbollit shqiptar, emra të mirë, por nuk është se një skuadër futbolli që të trembi dhe të arrijë direkt të jetë lider, duhet filloj nga A-ja tek Z-ja, mos gjem një vend bosh. Problemi është që mendoj që merkato sa është hapur, analizo ky klub i vjetshëm që është boshti i ruajtur, boshti kryesor deri ku iku, deri në play-out me skuadrën e Pogadecit. Pra, kështu e shikoj. Nuk du që të sulmoj klubin e Teutës. Jo, po bëjmë diskutim dhe po shohim, po unë mendoj që afrimi mbrojtësit Fanga e Krahun e Djathtë një element i rëndësishëm, Male gjithashtu eksperiencë madhe. Diskutohet Kallaku, pra janë këto emra që kanë fituar dhe e din se sa i rëndësishëm është kampionati dhe sa krucial janë momentet pikat, në momentet kryesore. Tani, nëse do kishte rëmbyll disa lojtarë Egnatias nga më kryesorët, po unë besoj që dhe Fanga kishte një lloj krisje me klubin së fundi, nuk është se ishte gjatë gjithë kohës titullar, ishte edhe mbrojtës spanjoll që herës i zinte vendin. Pra, nuk i mori Fernandon apo Aleksin
Ignatias që unë thoja me gjithë respektin për këto emrat e tjerë, domethënë unë kështu e shikoj, ky është këndvështrimi im personal. E qartë, mirë, një koment, si e shikon këtë superiore me 3 faza, play-off dhe play-out? A është e mirë menduar apo është e influencuar nga dështimi i kësaj skeme së fundmi dhe sa takon pyetjes për punën e kalendarit superiores në aspektin kalendarik, shpresoj që të ndeshjet e para na heqin pak atë shihen e keqe që na lan të ndeshjet e fundit. Shpresojmë shumë. Ka qenë një skeme e dështuar totalisht. Dhe inshallah tjetë mirë studiuar kjo skema re, mos jetë edhe kjo nxitim thi. Megjithatë, duke parë mënyrën, mendoj që mund të jetë më interesante, por duhet ta shohim në fushë se si do të implementohet dhe shpresoj mos përsëriten ato ndeshjet që pamë në fund të Final Four. Kjo skema kishte problemin te kurba e fundit. Tani shikojmë mos kjo ka ndonjë kurbë mesme, sekondare, nuk e dim, domethënë duhet parë me kujdes pastaj të flas. E qartë. Ndërkohë, komentojmë pak një batut shkurt për ekipet shqiptare në Europë. Beson te kalimi i turit, kush do ta ketë më të vështirë me Dinamo që është mundur në ndeshjen e parë, por gjithashtu ka zhgënjur edhe Elbasani. Po tani nuk besoj se për Elbasani mund të quhet zhgënjim, për arsye se skuadra e Bate Borisov ka eksperiencë shumë të madhe se Elbasani në Kupën e Evropës. Pavarësisht se së fundi ato janë numra turbulta, por kanë në ADN-n e tyre një pjesëmarrje të gjerë në Kupat e Evropës. Plus që doja të shtoja këtu në idenë time edhe faktit që Elbasani gjithashtu në merkato ka shumë lojtarë të ri që ka ofruar dhe janë larguar pothuajse 50% e formacionit të sezonit fundit. Dhe nuk është e lehtë direkt si Hebaj, Nika e disa futbollistë tjerë që të shprehin me një ato vlerat e tyre ose të shkrihen me grupin, që të jenë një grup. Unë shoh që Elbasani ka shanse në ndeshjen e kthimit, por që sa i takon Dinamos, e shoh më të vështirë për arsye se edhe Dinamo ka pak duhat informacionin e saj, që nga mbrojtja dhe deri në sulm, ka pas paqartësi dhe në fund të sezonit, pavarësisht se arriti objektiva duke fituar kampionatin dhe renditur të katërt në tabelën e klasifikimit. Dhe Dinamo ka pas oscilacione që më parë dhe tani nuk e di, duhet koha, kanë marrë instrumentet e dur, flas këtu për afrimet e reja. Dhe kjo është ajo që shikoj, Dinamo ka më të vështirë se Elbasani të jap 60-70% shanse për kualifikim. Vllaznia dhe duket më afër me Ignatian? Tani Ignatia, të them drejtën, pëlqeu, edhe pse me një lojtar më pak, pavarësisht se kundërshtari ishte një ekip që luante shumë me topin, krijoi shumë raste, por ato arritën të mbrohen në mënyrën e dur, flas tu edhe për lojtarët me peshë, si Bitri, që Bitri është për mua afrim me peshë, bashkë me Xhemailin bën një dyshe perfekte, kam dhe sotën që lunde pak si mund djath, po gjithsesi është një futbollist që në ditën e parë që është aktivizuar tek skuadra e Ignatias, duke se u kishte 5 vite që aktivizohesh kjo për shkak të eksperiencës tim në futbollin shqiptar dhe një njohës i mirë kampionatit tonë, arrit me njëherë që të adaptohet. Unë e shoh Ignatian më shumë favorizuar nga gjithë ekipet shqiptare për të kaluar turin. Ndërkohë që Vllaznia, po të ishte Vllaznia fund kampionatit përballë Malishevës, nuk do ta diskutonte në asnjë moment. Po është një Vllaznia me probleme, drejtuesi din më mirë këto probleme, nuk do t'i prek që të vetë dorën plak. Dhe kjo është vetëm arsye që unë e shoh pak me pyetje Vllaznin, por nuk është një ndeshje pak kalueshme edhe për Vllaznin. Mirë, ndryshojmë pak temë dhe flasim pak për Kupën e Botës. Jemi futur në fazën më kruciale të kampionatit, ndeshje shumë të bukura për të ndjekur për të parë, Francë-Spanjë në 14 korrik, 21-0-0 dhe ditën e mërkurë do të luhet Angli-Argjentinë. Si shikon këto çifte dhe kë shet drejt finales? Që në emisionet e para, kur kanë folur për botrorin, unë kam cituar që në pikturë, në letër, Franca është ekipi më i bukur. Domethënë, gjithkush, një trajner ka analizën e tij, këndvështrimin e tij taktik ose teknik, një menaxher ka këndvështrimin personal dhe këndvështrimi im është që skuadra më e mirë në letër, më e bukur e pikturuar është Franca, pavarësisht se është fusha që e ndan gjithçka, por që kemi parë tani që prapë Franca është ekipi më i bukur për të parë. Pas Francës do rendisja skuadrën anglisë. Pastaj takon që të mund pikturës në letër. Pavarësisht se
Anglia ka pasur oscilacionet e veta gjatë botrorit, se që pamë dhe ndeshën e fundit në Norvegjisë që hasi shumë vështirësi, por Bellingham, për mendimin tim, një mesëshor që tregoi pse e ka veshur fanellën e Real Madridit, nuk është e lehtë të jesh lojtar i Realit, mund të jesh kazual, por nuk len dot gjurmë në për evenimente siç është botrori. Por që pas dhe Harry Kane supermarkuar, mirë po ndryshe nga skuadra e Norvegjisë që gjithë fokusi ishte tek Haaland dhe nuk arritën ta shfrytëzojnë 100%. E shfrytzuan deri diku, po jo 100%. Edhe një rast që patën nuk ja dhanë. Kundërta ndodhi tek Anglia sepse pas shpinës të Harry Kane është Bellingham, ndërkohë që pas shpinës Haaland nuk e di, janë të detajat e bodës e nuk e di, ka ndryshim shumë të madh. Odegaard, po nuk dha atë që priti. Megjithatë, në finale shemë të avancuar më the Francën, po si shikon të rrugtimin e Argentinës që nuk është përballur me asnjë kundërshtar të fortë, akuzat për tolerim dhe influencim nga FIFA. Po? Për cilën ndeshje, në fakt se nuk më erdhi audio mirë. Po, për ndeshjet e Argentinës, pra ka pasur polemika, FIFA e ka ndihmuar, e ka përgëdhelur Mesin, si i ke parë këto? Tani, që neve kur flasim për një turne, do ta quaj turne si Kupa e Botës që është madhështore, do të qenë në vitin 1930, e deri sot që po flasim, ne do të jemi shumë modest, por tani këndvështrimi personal modest është që arbitrat janë dashamirës dhe Argentinës. Kjo duhet thënë në gjuhën e një tifozi. Sa i takon profesionit, takon që të flasë këtë mënyrë, por në gjuhën e një tifozi unë shikoj shumë një ekip përgëdhelur nga ana arbitrave, si ndaj Egjiptit edhe ndaj Zvicrës, por nuk shikoj një Argentinë që tremb, është një Argentinë më shumë që ka ruajtur po të njëjtë lojtar bosh grupi, por që është një Argentinë që po ta analizosh, siç mund ta analizojmë kombëtarën e Francës dhe formacionin e saj mund gjesh në një lojtar, si thosh, lojtar gabim me pikatore, ndërkohë që Argentina ka disa. Plus që vuajnë shumë për sulmuesa krau, nuk ka sulmuesa krau dhe mundohet Ranieri Scaloni të lozi me një romb mes fush, kur futbollistët janë gjithë pak a shumë tiparët me sfushorit qembe, por mundohen që të shfaqen si golshënues, siç e ka bërë McAllister apo dhe numri 24 Enzo Fernandez, lojtari i Chelsea. Pastaj tek sulmuesit Lautaro Martinez nuk është një lojtar që garanton 90 minuta, është një futbollist shumë i mirë, por në kombëtar nuk është lider, nuk mund të bëjë diferencën. Kjo tregon dhe fakti që bashkë me Julian Alvarez gjithmonë janë balotazh, një tjetri. Po këtë ndeshje i butësisht i pati shnuan të 2 gola në kohën shtesë. Ndërkohë që Messi është Messi dhe gjithkush që shikoj shumë analist, edhe shqiptar, nuk e di analist tifoz çfarë statusi ka, po që sulmon edhe Messi. Unë mendoj që ne jemi me fat që të shikojmë si Messi, si Cristiano Ronaldo, si Ronaldo fenomenin, Maradona dhe shumë po flas për brezin tim futbollistat që unë kam arritur të shikoj. Dhe duhet vetëm të shijojmë, domethënë. Messi është Messi dhe nuk e di çfarë të flasësh për një futbollist me një standard tillë. Ai jo 38, po dhe 48 të fush bën diferencën sepse arrin që në 10 metra katror të fushës ai bëj e thënë gjuhë. Çuditëre, e vërtet është. Mirë, Andi Madraxhiu, ishte kënaqësi të të kishim në program. Kënaqësia ime në programin mbar. Faleminderit. Mirë, do të ndalemi tek Jude Bellingham, i cili ka zbuluar se një nga sekretet e suksesit tij në Kupën e Botës është nëna e tij. Ai ka thënë se nëna ime më ka thënë gjithmonë gjatë gjithë javës, kontrollo gjuhën, kontrollo ndërhyrjet, kontrollo fytyrën dhe emocionet. Mendoj se ma ka përsëritur aq shumë gjatë gjithë javës sa më bëri vërtet të kujdesshëm për atë karton të verdh, tha Bellingham, i cili ka përshkruar nënën si mbretëreshën e tij dhe si një nga personat me të cilët argëtohet më shumë. Gjatë Kupës së Botës në Katar 2022, Bellingham u shpreh se ishte nëna e tij e cila i rregullonte krevatin. Në këtë botëror, 23 vjeçari ka qenë i shkëlqyer me Anglinë duke arritur të realizojë 6 gola në 6 ndeshje, ndërsa ka dhënë edhe një asist. Ai do të jetë një nga lojtarët kryesorë të Anglisë në gjysmëfinalen kundër Argentinës, e cila do zhvillohet të mërkurën në orën 21:00 në Atlanta. Me këtë informacion kemi mbritur në fund të klubit sportiv për sot. Duke falendëruar për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.